Një vit më parë, deklarata e Altin Dumanit se një nga prokurorët e SPAK kishte marrë kërcënim me jetë nga krimi organizuar, bëri buj. Këtë të hënë, kreu i prokurorisë së posaçme tha se numri i kanosjeve dhe presioneve është shtuar, madje ka kaluar jo vetëm te gjyqtarët e hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, por edhe te familjarët e tyre. Gjatë raportimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për punën e 2024-s, Dumani risolli edhe një herë idenë e ndryshimeve ligjore që i mundsojnë prokurorëve rikandidimin pas mbylljes së mandatit 9 vjeçar. Por për ta bërë këtë duhet vullneti i parlamentit që do të zgjidhet në 11 maj, e një pjesë e kandidatëve për deputet janë nën hetim apo në proces gjyqësor. Ndërsa grupet e prokurorëve janë shpërndarë në terren për të monitoruar punën e partive politike dhe tentativat e mundshme të këtyre të fundit për të korruptuar votuesit. I pari rast u shënua në Lushnjë ku një 38 vjeçar u arrestua teksa negocionte blerjen e votës kundrejt 50.000 lekëve për PD-n. A ka shkaktuar dalja në terren e SPAK frikën që do të ruaj vreshtin në këto zgjedhje, apo partitë politike do të sofistikojnë metodat e korruptimit të votuesve? A do të vazhdojnë arrestimet e zyrtarëve të lartë edhe gjatë fushatës, apo ditën e zgjedhjeve, apo surprizat e SPAK do të rikthehen pas 11 majit? Mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, mirë se keni ardhur edhe këtë të martë në Quo Vadis. Sa më shumë i afrohemi 11 maj, sa më shumë flitet për arrestime, aq më shumë nxehet loja, aq më shumë shtohen edhe kërcënimet. Do të flasim mbrëmjen e sotme për kërcënimet ndaj drejtësisë, por gjithashtu edhe për fenomenin e shitblerjes së votave. Me mua në studio është bashkuar Marash Logu, avokat, këshilltar ligjor i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni në studion e Quo Vadis. Aldin Kazia, avokat, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni në studion e Quo Vadis. Ervin Karanja, ish prokuror, mirëmbrëma, faleminderit. Avokat gjithashtu dhe Besnik Muçi, ish prokuror, mirëmbrëma, Besnik, faleminderit shumë që e rikthesh në studion e Quo Vadis. E nisim së bashku me dy ish prokurorët fillimisht, marrë shkas edhe nga deklaratat e zotit Dumani ditën e dieshme që janë rritur kërcënimet jo vetëm ndaj prokurorëve, por edhe familjarëve të tyre. Si të duken? Një deklaratë e tillë është një gjë normale që ndodh mes prokurorëve, kërcënimet kur ka dosje të bujshme? Tani në çdo proces penal, një prokuror, domethënë kur ushtron detyrën në bazë ligjit, normal që ka dhe cënohen interesa. Cënohen interesa të caktuar, grupe të caktuara dhe do ketë kundërreagim. Pra, domethënë te kërcënimi duhet kemi parasysh çfarë lloj kërcënimi është. Pra është kërcënim verbal, është kërcënim nëpërmjet mediave dhe çfarë quhen kërcënim prokurorit. Sepse kërcënime ka pasur edhe para shumë kohësh, pra domethënë jo vetëm sot, por dhe më përpara kur ka pas çështje të rënda, prokurorët janë kërcënuar. Domethënë media tani gjithë diskutimi është, po marrim rastin e fundit, për shembull po diskutojmë rastin e Erion Velis, deri ku do shkojë media që të diskutojë për rastin. Mendimi im është i tillë që neve vim nga një demokraci, vim nga një diktaturë në demokraci dhe duhet kemi parasysh edhe me media, pra duhet një e mes me ardhë dhe e media të raportoj lajmin, por nga ana tjetër duhet domethënë që të mos cënoj prokurorët. Për shembull te rasti Velien është e papranueshme, keq që me prokurorin mund të bësh pretendime, por që të merresh me jetën private është e gabuar, të merresh me fëmijët për shembull që diskutosh. Për shembull unë prokurorin Ocdado e kam njohur, nuk e ka ditë si e ka pas emrin djalit vet, e ka marrë vesh nga media. Kjo është një gabim, sepse dhe prokurorët për shkak të punës vet, normal do kesh decidim. Pra do kesh edhe debate. Për shembull, ja marr tek rasti Velis që po them, mund të kesh pretendime. Pra e drejtë e fjalës e personave do flasin, por në moment që ti cënon familjet, këtu ke gabuar. Ke ç'ke me personin, zgjidhe me personin, s'ke punë me familjen. Tregohu profesional në... Pra këtu është tash. Edhe Velien, për shembull, ata redaktori, për shembull, që e ka mësuar, e ka mësuar gabim dhe avokatin nga përgjimet që dilte, i thoshte, ore, mos u merr me mediat shash prokurorin, merru me anën juridike. Por ai vazhdonte. Kështu që redaktori ja ka bë gabim, domethënë. Në rast. Është një gabim i redaktorit që e boni që të shkojë aty që është mburr. Muçi, ju ndodhte ju gjatë ushtrimit të detyrës që të merrnit kërcënime në çështje të ndjeshme që keni pasur në dorë
Surprizoheni sot kur dëgjoni raportimet e kryeprokurorit që flet për raste të tilla? Unë kam punuar dhe strukturë dhe prokurorit kriminalit për 12 vjet natyrisht dhe më kanë rasti që të jetoj dhe të gjykoj çështje shumë të rëndësishme, çështje me persona me rrezikshmëri shumë lartë shoqërore, vepra penale shumë të rënda, nga gjitha llojet e veprave penale të tjera. Megjithatë pa shkuar te përgjigjet direkte e pyetjes suaj, më lejoni të bëj një analizë të thjeshtë. Lufta kundër krimit të organizuar, sidomos në gjendjen që ndodhet Shqipëria, është një sfidë shumë e rëndësishme e gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe duhet vlerësuar gjithë ata prokurorë dhe gjyqtarë dhe oficerë kryesore që kanë marrë përsipër në gjykimin tim. Kanë marrë përsipër që të jenë ata në skalonën e parë të luftës kundër krimit të organizuar. Pasi ata prokurorë, oficerë kryesore dhe gjyqtarë në gjykimin tim janë në skalonën e parë të luftës shumë të ashpër kundër krimit të organizuar që shteti shqiptar tenton të bëjë. Natyrisht unë kam dyshimet e mia për rakordimin e gjithë strukturave shtetërore në luftë kundër krimit të organizuar, megjithatë kanosjet tilla ose bëhen serioze kur krimi organizuar ka mbështetje të natyrës politike. Se natyrisht krimi organizuar në vetvete do ketë reagime. Pra do ketë reagime në sallat e gjykimit, mund të ketë reagime dhe jashtë sallave të gjykimit, sidomos krimet të rënda dhe krimet të organizuar, por në momentin që krimi organizuar krijon lidhje, krijon mbështetje me strukturat politike, me strukturat e ndryshme të shtetit, atëherë bëhet shumë i rrezikshëm. Që ekzistojnë ne kemi parasysh që Falcone, kur zbriti nga avioni, kur avioni që erdhi në Palermo, që u bë atentati në Kapaçi, erdhi pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor në Rom kishte refuzuar që Falcone të punonte në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Pra pas gjykimit çështjes së madhe të Palermos, Falcone kërkoi që normal të transferohej sepse dihet roli Maxi Procesi, roli i Falcones në gjykimin e gjithë anëtarëve të mafjes siciliane. Dhe refuzoi Ministria e Drejtësisë italiane dhe Këshilla Gjyqësore refuzonte ta Falcone të transferonte në Rom. Dhe është histori e gjatë kjo, u bëni sa muaj dhe pavarësisht se Falcone ruhet, ne e dim që atentati ishte shumë i rëndë në Falcone, në familjar të dashurve që kishte, po dhe pjesë e madhe e trupërave që e shoqërojnë atë, në mënyrë tragjike u mrihet në atë atentat, por në këtë rast, pra pse e përmenda këtë? Ai ishte duke ardhur nga Roma në mënyrë shumë significative, pasi ishte refuzuar që të punonte në Rom dhe po kthehej përsëri në Palermo, në vendin ku dhe u bë atentati. Pra, e përmenda këtë për të thënë që krimi organizuar është rrezikshëm. Është sfidë shumë e rëndësishme lufta kundër krimit të organizuar, por kjo sfidë bëhet vërtet e rrezikshme nga pamja e cënimit, ashtu si zoti Dumani raportoi, në momentin që ky krim organizuar krijon tentakula, krijon lidhje me strukturat e tjera të shtetit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj, puna e përditshme e një prokurori të tillë që ke sfidat përditshme me subjekte. Në kuadër të kësaj, mendoni ju që duhet të ketë ndryshime ligjore për të pasur një mandat tjetër pas përfundimit të një mandati 9 vjeçar për prokurorë? Kjo është një çështje. Unë nuk e gjykoj çështje shumë thelbësore në fakt, nuk duhet zhvendosur. Unë e kam dëgjuar këtë çështje, për mua nuk është thelbësore kjo çështje. Pra, gjithë ata prokurorë dhe gjyqtarë që kanë shkuar në atë funksion, në momentin që janë emëruar kanë ditur që mandatin e punës do kenë 9 vjet. 9 vjet. Pra nuk doli surprizë, nuk doli një zhvillim i ri nga ato që ata ustallarët e reformës drejtësi, ata baballarët që kishim ne se kishim parashikuar mirë, se na thonë tani që ne nuk e parashikuam mirë si duhet. Për mua nuk duhet të parashikuar. Nuk mundet vesh një funksion i prokurorit dhe gjyqtarit si përjetshëm. Në momentin që e vendosin funksion, në momentin që e vendos duhet i përjetshëm atë funksion. Ka 1000 vjet që është zgjidhur kjo çështje e gjyqtarit dhe prokurorit. Nuk ka, nëse funksioni është i patundshëm, nuk është i patundshëm, normalisht i synueshëm. Pra çdo prokuror që është atje në atë funksion, kur e di që pas 9 vjetësh do transferohet në një prokuror tjetër, ka atë ulet rendimenti i punës, ulet cilësia, ulet vullneti, dëshira, pasi këtu njeriu mendon për jetën e vet. Po çështja e sigurisë? Çështja e sigurisë? Unë them se çështja e sigurisë shteti shqiptar duhet të jetë shumë serioz. Pra në momentin që është serioz aktualisht? Nuk jam në gjendje të saktoj, unë them që po sa herë ka të dhëna të tilla, çështja duhet marrë me shumë seriozitet. Dhe shteti shqiptar duhet të tregojë seriozitet maksimal. Në momentin sa kohë zoti Dumani ka shprehur publikisht para KLP-s të rast, unë besoj që ka situata reale. Dhe duhet marrë seriozisht. Shteti shqiptar duhet i marrë seriozisht. Se këtu tregohet serioziteti i shtetit shqiptar. Pra në momentin që cënohet një funksionar publik, sidomos gjyqtar, prokuror, po dhe oficer policisë gjyqësore, po çdo funksionar tjetër i shtetit shqiptar, atëherë shërbëtor shtetit, pavarësisht preferencave, ngjyrave, mendimeve që ne mund të kemi për një funksionar të caktuar, në momentin që ai cënohet për shkak të funksionit, aty duket serioziteti i shtetit. Shteti duhet tregohet maksimalisht represiv, nuk të lejojë që zyrtari vet, se këtu prandaj kemi shtetin, se asnjë nga ata nuk është atje për interesat e familjeve të vet.
Të gjithë janë për të mbrojtur interesin tonë publik, për të luftuar kundër kriminalizuar, pavarësisht se ne i paguajmë për ata i trajnojmë, i trajtojmë, por shteti duhet marrë gjitha masat dhe besoj dhe jam i sigurt ndoshta për këtë që janë marrë gjitha masat e nevojshme për të gjithë personat ose ato dyshimet ose ato konkrete që mund të ketë referuar dhe nëse keni pasur episode personale dhe si ka vepruar shteti në rast të tilla. Për ta shpërndar pak diskutimin. Altin mendon që është mbushur kupa kur duhet të dalë kryeprokurori dhe të deklarojë që ka pasur kërcënohen edhe familjarët, apo mund të jenë sërish raste sporadike? Por prap duhen evidentuar sepse mund të jenë serioze. Sinqerisht mendoj që është shumë e rëndë gjëja që tha kryeprokurori i SPAK-ut, për shkak se në fundit ata kanë marrë përsipër të bërë një detyrë, të themi, të ngarkuar me ligj dhe me kushtetut, dhe për të tillë duhet i jepet dhe të garantohet të gjithë, të themi, paprekshmëria e tyre dhe familjarëve të tyre. Kjo gjë e di më mirë ata që se kush i ka kërcënuar dhe ti i orientojnë ato të strukturat përkatëse, siç mund të jenë shërbimi informativ, që jep informacione dur, apo strukturat të caktuara të policisë shtetit. Po një gjë tragjike që tha prokurori Dumani ishte ajo i uljes së numrit të referimit të çështjeve në SPAK nga ana e administratës publike ose në tërësi të strukturave shtetërore. Kjo më duket shumë e rëndë si gjë. Ju ndjeni të gjithë që kemi dhe një ministër shteti për administratën publike dhe antikorrupsionin. Unë jam interesuar të di sa janë referuar nga kjo ministri, sa raste janë referuar pranë prokurorisë posaçme, nëse ka pas për kompetencë, se korrupsioni ka për kompetencë zyrtarëve të lartë, ka për kompetencë prokurorëve posaçme. Dhe këto statistika nuk na i tha zoti Dumani. Ashtu si na i tha që nga kush është kërcënuar, nga krimi organizuar, se zoti Muçi foli për krim të organizuar. Në lidhje me politikën, apo nga ata që mbajnë peng shtetin, që janë tentakula që ka zgjatur krimi organizuar dhe po i përdor, dhe po përdorin njëri tjetrin. Prokuroria e posaçme nuk merret vetëm me, të themi, çuarjen përpara drejtësisë së pjesëtarëve të bandave shqiptare ose të krimit të organizuar, po edhe me antikorrupsionin, që është sipas meje thëmra e akilit në këtë vend, për shkak se ka arritur nivele stratosferike në çdo zyrtar të lartë që bëjnë sikur t'ja ketë lënë baba atë vend pune atje, atë ofiq që paguhet nga taksa paguesit shqiptar, përfshirë net 5 këtu, dhe shpesh herë nuk i hyn një gjëm në këmbë. Kjo është gjë. Vazhdon të jetë akoma kështu? Sipas me ka vend për përmirësim, vërtet Dumani tha që 20 prokurorë janë mëse të mjaftueshëm në strukturën e posaçme, unë mendoj që nuk janë të mjaftueshëm 20 prokurorë për strukturën e posaçme. Unë mendoj që struktura duhet akoma zgjerohet më shumë në numrin e saj. Se korrupsioni është shumë i madh. Është shumë i madh. Luftohet korrupsionin, ndërkombëtarët po thonë, raportet ndërkombëtare thonë që është po bëhet nomi. Dhe fakti që do hetimet do më thonë që kemi do më thonë tregus të jashtëm, sepse ate këtu mbrena qeveria... Po bëhet nami në korrupsion. Në korrupsion? Atë e shohim gjithë dhe ndërkombëtarët normalisht po thonë të vërtetë. Kallëzimeve. Qa të regon që po maskohen? Unë mendoj pranverë që fakti do më thënë që prokuroria e posaçme ka për target krimin organizuar dhe funksionarët e lartë publik që kryen vepra korruptive apo të një natyre tjetër, më duke deri diku e natyrshme që të ketë edhe kërcënime. Pra, do ishte shqetësuese mendojnë, po mos kishte kërcënime, që krimi organizuar të mos shqetësojë nga puna që po bën prokuroria e posaçme dhe funksionarët e lartë shtetëror dhe politik të mos kishin asnjë shqetësim. Ky do ishte rasti që ne duhet shqetësoheshim, si ka mundësi që një prokurori apo prokuror që hetojnë dhe magjistrat që gjykojnë krimin organizuar dhe korrupsionin e niveleve të larta nuk marrin kërcënime. Ajo që të marrin kërcënime, mua më duket që është tregues i seriozitetit të punës që po bëhet. Ajo pastaj që e ndan, si më thënë, diskutimin është mënyra se si sillet shteti në raport me këto kërcënime. S'pari vetë prokuroria e posaçme, si ju duket ju, se është duke u sjellë dhe institucionet e tjera. Po tani do duaj edhe më përpara në raportimin që ka bërë zoti Dumani, kemi dëgjuar këtë që ka pasur kërcënime ndaj prokurorëve të caktuar, po vetë jam në ndjenitë një rasti shumë specifik që një prokurori i është fotografuar vajza një universitet në Gjermani, në bibliotek, i është dërguar nga një eksponent i krimit organizuar dhe prokurori bashkë me institucionet tjera janë detyruar pastaj që ta transferojnë një shtet tjetër e kështu me radhë.
shka që në besoj deri diku e gjuar edhe nga njerëz të tjerë. Ajo që ne do donim të dinim është se çfarë ka bërë prokuroria e posaçme për hetimin e këtij rasti. Ka arritur të zbuloj identitetin e personit që ka bërë kërcënimin, kush fshihet pas këtij personi, çfarë masash janë marrë nga ky personi. A duhet të bëhen publike detaje të tilla? Pra, në momentin që ka ndodhur kërcënimi, pra i është dërguar foto, është bërë transferimi, a duhet të dalë të jetë publike se kush e ka bërë kërcënimin, se çfarë masë është marrë ndaj? Prokuroria e posaçme, vetëm ta mbyll prokuroria. Prokuroria e posaçme ndjek një praktikë të atill që në përfundim të hetimeve bën publike pra kërkesën për dërgimin e çështjes në gjykim, disa prej elementeve të dosjes e kështu me radhë. Nëse kjo do kishte ndodhur, patjetër që ne do ta kishim parë. Pra nëse prokurorët e posaçëm, gjyqtarët e posaçëm, hetuesit e BKH-s nuk janë në gjendje që të mbrojnë veten, do ishte pak kështu absurde tua kërkoj dikujt tjetër që ta bëjë për ata. Ata nuk është të Ata vetëm parë. Nuk mund të shprehim që janë në gjendje për veten ata. Ata mund të bëjnë jo, e kisha po ata nuk dënojnë dot, ata sfusin. Ata nuk janë aty individualisht, personalisht. Kisha në sens mbrojnë veten. E kisha në sens shteti vetë do marrë masë që të mbrojnë veten në kuptimin fizik. Jo, edhe në kuptimin institucional. Jo, e kam fjalën, jo fizik, patjetër fizik jo. Kuptimin ata mund të kryejnë hetime për të kuptuar kush po i kërcënon, kush shihet pas këtyre kërcënimeve, cilat janë interesat e kështu me radhë. Në kuptim po them mbrojtja vetë. Rasti konkret gjithsesi fëmia e personit e prokurorit varet dhe nga viktima nuk do më bë publik, se në thelb janë çerti që s'bëhen viktima. Nuk bëhen publik, nuk duhet bëhen publik. Dhe unë jam dinik këtij fakti. Është e vërtetë që është kërcënuar një prokuror, është çu foto fëmis, ai nuk ka reaguar, kuptimi që ky është kërcënim i fortë, është kërcënim më i fortë se sa nëpërmjet mediave, se del një politikan shan media, nesër ndrohet lajmi, kurse kjo ti e ke real, ke fëmin tat. Ka pas raste të shumta, nuk është vetëm ky rast. Ka pas raste prokurorës së Lushnjës, po rasti para pak kohë prokurorës së Lushnjës që doli në media. Ajo bë publike për shembull. Po këtë rast raste tjera që nuk përgjigjet e skajt të raste përveç këtij efektit publik që kanë, nuk janë duhet të hetuar një sa qëndrojnë si raste me pamje veprës penale. Dhe unë jam i sigurt që prokuroria krime Spaku i jeton në sensin e veprës penale konkrete, jo thjesht për të identifikuar personin. Jeton vetë prokuror, në rastin... Jo, vetë prokuror, ka prokuror tjerë, Jeton prokuror tjetër, jo, dhe prokuror, dhe kjo prokurin, varësisht sepse kjo është veprë penale. Jo, them, një prokuror tjetër, pa diskutim. Jo, një prokuror, absolutisht përzoralisht, nuk mund ta bëj, sa ai mund të jetë prokuror i çështjes vet, se e ndalon në 6 kodit procedurës penale. Prokuror nuk ka reaguar. Këto janë çështje shumë të rëndësishme. Unë e thash pak më sipër, nuk që edhe interesi, natyrisht interesi publik është i madh, por detajet janë shpesh nuk bëhen publike, ose në shumë në raste. Janë private. Janë çështje në hetim, po edhe nëse janë çështje në hetim, do ruhen edhe për shkak sekretet hetimor. Në 12 vite, sa ke marrë shumë kërcënime, kush ka qenë më serioze që në çfarë çështje? Shiko, nuk është çështje pa emra. Shiko, nuk është çështje emre, nuk është. Shiko, ajo po çështje mund ta tregosh. Nuk është, shiko. Ajo punë të krijon raportet, natyrisht tilla. Kështu që është nuk ajo që ta marrësh, nuk është punë se nuk duhet ndodhi, edhe thënë në mënyrë kaq të ftohtë, kështu, nuk është normale, ose nuk do ishte normali mos kishte kërcënime, dhe kjo nuk është. Por ajo punë ta krijon, pra, përplasja, më thash, duhet të jenë skalon të parë, se ti askush që është aty brenda nuk e kupton ç'ndodh me raport. Gjithë në analizë ose avokat mund ta kuptojnë. Por përsërisë kupton atë rolin në raportin që ka prokurori me të pandeurin, me palën në proces, pra është një funksion shumë specifik, një rol shumë specifik. Pra, ti përfaqëson shtetin dhe në personin tënd individualizohet shteti. Dhe ai individi që ti tenton dënosh, shpesh e shikon shtetin te pamja jote. Dhe ai thotë, ky shteti, pse mos e sulmoj këtë? Ky që nga shteti. Pra ti më del ky individi, ky personi që ka gjithë thjeshtë, si individ që nga dhe ky, që marr ka përsipër të bëj gjithë që nga shteti i madh. Pra, edhe ka ata që gënjehen në këtë sens, po, unë mund t'i bëj këtë, mund të bëj atë. Por pra edhe thash pak më sipër, kjo nuk është një çështje. Ke pasur kërcënime serioze? Nuk kam pasur sigurisht kërcënime, po jo serioze. Po them tani që nuk po them. Ti shqetësohesh realisht. Tani që nuk mund të shkën çështje. Tani unë, po të kështu nuk do dilet via... Kërcënime po mirë, jo, po them në kohën kur e ushtroje detyrën, se tani ka kaluar ca kohë. Nuk, shka puna ai funksion, e thashë, ai funksion të përplasja edhe ata prokuror. Prandaj po them, ajo nuk duhet të jetë çështje e individit. Dhe ne kur e trajtojmë, ose edhe kur e trajtojmë publikisht, nuk duhet të trajtuar asnjë si çështje e individit. Tati personi që është prokuror atje. Kjo është çështje e gjithë shoqërisë. Patjetër. Nëse ne duam të kemi institucione të forta, shtet të fortë, duhet shoqëria të reagojë.
unë e përmenda pak mësi për rastin e Kapachit, rastin e atentatit të Falcones, vetëm kur reagoi gjithë qytetarët në Palermo, atëherë filloi godit. Që kjo të ndodhë kjo kërkon transparencë. Se qytetarët nuk ndërgjithësohen kur ti e mban të fshet. Qytetarët ndërgjithësohen kur e kanë ndjenin mbi një gjë, kur ka transparencë. Pra unë ndërgjithësohem kur informojmë për diçka, unë nuk mund ndërgjithësohem thjesht se më thuhet përpara KLP-s, vjen drejtuesi i prokurisë posaçme dhe thotë kemi kërcënime. Nëse dim sa serioze janë, të çfarë natyre janë, kush është burimi i tyre, etj. Nëse ne do të gjykojmë çdo veprim ose mos veprim ose do ta paragjykojmë çdo veprim drejtuesit Spakut. Jo, s'po e paragjykoj. Po nisem fare nga kush është drejtuesi Spakut. Por unë e marr seriozisht atë, se ai është në atë funksion. Absolutisht është për të marrë. Por nëse ai nëse ne do të gjykojmë veprimin atë, thonë jo, po s'është serioze, ma thuaj sa serioze është. Po është një çështje nuk mund dalë publikisht, është çështje private. S'mund dalë publikisht. Ai po ta jep s'mund të dalë, pra edhe kjo informacioni që nxjerr ti është informacion sekret. Dalë publikisht që themin e këtu. Se mund të mori vajzën është çështje sekrete e Timor. Është çështje timi. Pra ne duhet besojmë institucionalisht, të paktën për të pjesë. Nuk do ta gjykojmë atë që ne gjykojmë në rezultat të punës së vet, punës përditshme, në atë të qenë si funksion si zyrtar shtetëror atje, individualisht. Pastaj është tjetër gjë se çfarë vlerësimi bëjmë ne, si ja vlerësojmë punën, profesionalisht se si e vlerësojmë. Profesionalizmin është tjetër analizë. Dhe tjetër analizë duhet të jetë vështrim nëse ka del drejtuesi Spaku dhe thot publikisht në raportimin që bën para KLP-s vjetore që po ka kërcënime. Në çdo rast unë mendoj që betejën me opinionin publik e fiton kur ke transparencë. Nëse s'ka transparencë, kërcënimi të bëhet transparent. Kjo mbetet, po themi pak Je dakord që duhet bërë kërcënimi transparent? Disa raste çështje vështrimi, çështje njohje e realitetit të brendshëm atje. Për mendimin tim, besnik edhe duhet demaskohen. Kuptimin. Për shembull? Po tash bëhet kërcënimi. Cili kërcënim të është bërë që mendon që duhet ta kishte për publik? Unë për veten time gjatë punës kemi pas, thash, sepse për shembull kemi pas raste kemi dënu personin me dënime të larta, dhe dënimi është i lartë, edhe normal që dëshaj. Sepse tash shkputet nga jeta të kërkosh 25 vjet ose burgim për jetshëm edhe çat shame do t'i dërojmë. Çara po kërcënimi. Njeriu nuk jeton sa shqiponja që thotë që u bona 25 vjet burg kam dhe 100 vjet për të jetuar. Normal që tjetrit dëshaj. Dhe unë i kam mirë kuptuar. Ka pas dhe raste, për shembull, kanë marrë dose nga tavolina, kanë kapërcy, kanë ikën, mori dose dhe ma jep dose se është fotokopje, është original. Kërcënime me jetë ke pasur? Edhe me jetë, po kanë shra me jetë, malkue, kemi bo shumë në për... kopje original. Kemi unë, po që të themi të jetë. Unë kuarda atë që tha Besniku, puna është punë e vështirë, sepse cënon interesa, cënon lirin, liria është e shenjtë e personit. Pra, njeriu para lirisë i jep gjitha. Kishit mall ju në kohën kur ishit në prokurori për të ecur në rrugë i qetë, i lirë për të... Unë rrugë kam ecë e eci prapë. Asun nuk kam pas në njërë. Problemi është i tillë, domethënë, neve bëjmë, ne dhe avokat, sepse dhe avokat... Po, si avokat, merrni kërcënime? Po, tani në fillim jemi, domethënë, po, neve mbrojmë interesat e klientit. Pra, kur ti zbaton ligjin dhe je me drejt, që si bie robi në qafë kot, sepse ke dhe raste që njerëzve i bie në qafë. Pa përmend, s'po flasim për Spaku, po dhe në vende tjera, që është e pa prova, njerëzit acarohen. Dhe ti në qofë se zbaton ligjin, nuk e frikë se ti bën detyrë, nuk e gjë personale me personin. Pra ne nuk kemi personale me asnjë personi. Personi ka bo vrasje, do dënohet. Është kap me korrupsion, do bëj dënimin. Por montimet dhe gjëra tjera, domethënë, unë nuk kam bërë, sepse po të futesh pjesë e montimeve, gjonave dhe ato që njerëzit dhe acerojnë. Ekziston shpesh si fenomen? Po ka dhe raste tash, gjërsa foli dhe kryeministi tha që ka raste ka fol kryeministi që ka raste, ka thonë tjera. Shiko, çështja po që ka raste që bëhet shumë temë interesante ne që kemi shënuar, kemi për vetë. Po nuk e di gjërsa ka fol. E vini tha mirë. Shiko, çështja e të qenit e çdo funksioni publik, po aq më shumë e funksionit prokurorit, aty ose gjyqtarit, që i prek drejt për drejt i jetën individit, lirin, drejt në lirisë. Pra e dënojnë burin për jetëshmë ke... Çështja është e të ushtret funksion në mënyrë tepër korrekte dhe ligjore. Ajë në vlerësimin e secilit, pra secili e prokurorit ose gjyqtari merr një vendim të mbështetur në ligj dhe në prova, në bindjen e vetë profesionale. Dhe kjo e mbron, mbrojtja më e mirë që mund të ketë një prokuror dhe gjyqtar është respektimin maksimum i ligjit. Marrja e vendimeve në bazë të provave,
mbas ligjit. Kjo është. Unë diskutoni mirë, kur kemi qenë në punë me një kolegë të nderuar nga një buri vjetër nga Europa, një gjyqtar i vjetër, thoshte, na breni mendimi që marr një vendim sot si prokuror se gjyqtar dhe pas 5 vjeç, pas 10 vjeç më duket që mendimi që ke marrë ti në atë periudhë nuk qëndron tashmë. Si të ndjehemi, edhe përgjigjja e tij ishte kjo. E rëndësishme është që në momentin që ti merr vendimin, ti je i bindur profesionalisht, ti jetë vendimi argumentuar në prova dhe në ligj dhe kjo është qëndrimi i gjyqtarit dhe i prokurorit. Se sa i qëndron kohës ose ndryshon për shkak të ndryshimit të rrethanave objektive të kohës, është tjetër gjë, është një gjë që nuk varet nga ty. Por ajo që varet nga ty është parimi i kohës dhe hapësirës, por ajo që varet nga gjyqtari dhe prokurori është që ushtrimi funksionon mirë korrekte, në ligjore, krimi i raporteve shumë korrekte me palët. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo është të krijon krimi i raporteve tepër ligjore dhe korrekte me palët. Sa më raport korrekt kesh me palët, sa më raport ligjor, aq më të pakta janë mundësitë që të ndodhi diçka e tillë. Jo se nuk ndodh, absolutisht. Flasim pak për kushte ideale në fakt, domethënë se të dy prokurorët e nderuar që tashmë kanë ardhur pak te nga krahuna juaj, po themi e kuptojnë më mirë këtë pozicionin kur je këtej, e dinë shumë mirë që këto që tha Besniku janë si duhet ishte në fakt. Dhe si është gati shumë e ndryshme nga jo si operojnë bazuar në prova në ligj është idealja. Ne atë kërkojmë vazhdimisht, po shohim her pas here që nuk është tamam kështu. Një marrëdhënie korrekte me palët është idealja, ne jemi të katër këtu që ushtrojmë avokatin mënyrë aktive, ka kërkesa që po bëjnë vite që s'kemi marrë përgjigje. Për çështje që janë në hetim, në gjykim me kështu me radhë etj dhe na ndodh në mënyrë koncepti i gjykimit arsyeshëm ka rënë me vite. Ka problem më kompleks pastaj. Ka disa problematika, po themi që i peshojnë e vullnetit ose e qëndrimit të një prokurori ose gjyqtari. Është komplekse kjo situatë. Ka njerëz që dinë ta bëjnë diferencën në sistem, mendoj unë Besnik, dhe ka njerëz që kanë bërë dhe dinë ta bëjnë edhe sot, ka njerëz në fakt që akoma nuk po dinë ta bëjnë diferencën. Gjendja aktuale që është sistemi, raportet nuk është varet vetëm nga qëndrimi, vullneti, dëshira, puna i prokurorit gjyqtar, është çështje komplekse e sistemit. Ne dim sot që nuk funksionon sistemi. Dhe po nuk funksionon sistemi, edhe puna i prokurorit gjyqtar është e vështirë. Eksperimental, normalisht funksionon. Dhe shpesh edhe në studio, ne ndoshta bjem në 20 dakord që nuk funksionon, se kemi qelluar, por shumë persona e kanë vështirë ta thonë që nuk funksionon sistemi. E kanë vështirë të ta thonë dot. Kanë frikë apo nuk e besojnë? Gjën ambasadë amerikane, gjonte Sorosi për atë kohë, kupton, shanë reformën thonë, kupton. Si nuk ka shash reformën, i dëgjonte. E Verogjën atë. I dëgjon zyra e Bashkimit Evropian, si vazhdon prapë, thotë reforma është e shkëlqyer, shqiptarët janë të lumtur për shkak të reformës. Duhet thënë, pra nuk funksionon sistemi dhe është rëndësishme se unë e them gjithmonë se gjithmonë dhëmbi, ajo më fani gjua shkonte dhëmbi që dhëmb. Por nuk na funksionon një treta e pushtetit shtetëror në Shqipëri, sistem vdesisë. Dhe ne presim demokraci funksionale për qytetarët. Po për natyrisht për qytetarët, kur them demokracia është për qytetarët, nuk është për pushtetin. Edhe për pushtetin, por për qytetarët. Pra ne nuk funksionon një treta e pushtetit shtetëror në Shqipëri që është pushteti gjyqësor, dhe presim demokraci, presim kontroll pushtetesh, presim check and balance. S'mund të ndodhi kjo. Po si shpjegohet që këta qytetarë të cilët vuajnë në dyert e gjykatave, që ju duhet me vite për të marrë drejtësi, për të marrë një vendim se drejtësi pastaj po është tjetër gjë se ne pranojmë ata apo jo. Por prapi duhen vite kur vjen puna për reformën e drejtësi, janë gjithë në unison që SPAK-u është institucioni më i besuar. Manipulohet. Reforma në drejtësi ka pasur 5 pika. Kur ka bërë fondacioni Shoqëria e Hapur, ka bërë ato pikat, janë 5 pika. Soros. Para se të nisë reforme, ka bërë që në 2014. Shikoj, i kapën, sa janë këto problemet. Një ka qenë korupcioni, që për i vërtetës, por shohim, po punohet, ka qenë afati arsyeshëm i gjykimit, që këtu të kapimi te afati arsyeshëm. Pra, aksesi në gjykat, etika profesionale dhe edhe vendimet e Strasburgut, që vendimet e Strasburgut zbohet fjalje, që të zbatohen, tu zbohet fjalë mo. Ke vendime, edhe një pikë për nga 5 pika, sot vetëm i pikë është, pra do më thënë, po ta keni parasysh raportin që u bë nga SPAK-u, 19 zyrtar të lartë. Pra 19 zyrtar të lartë që janë çuar për gjyq. Pra të gjithë kjo reform, për 19 është vetëm po. Tani, a ja vend vuj gjithë populli për këtë? Sot e ke sistemin jashtë loje. Kolaps. Është në kolaps.
Sepse pse është në kolaps, sepse ato thuhet afati që të mbarojë një çështje. Një çështje civile shkon mbi 20 vjet. Por do dhe 2 vjet sa të zbardhet dhe vendimi. Se mos harro se këtë zbardhjen e vendimit 2 vjet, edhe sa në gjykat lart. Dhe sot njerëzit nuk po marrin drejtësi. Ka humbur aksesin në drejtësi. Dhe kjo pikë e reformës asnjë nuk ngrezohet me parasysh që neve nuk kemi ne diçka, nuk na bën gjë Sorosi. Edhe themi që shikomër këtu ke gabuar, këtu është mashtrim. Këtu është mashtru populli shqiptar. Njerëzit po marrin drejtësi në botën tjetër. Pra sot me lekët e gjyqit njerëzit po bëjnë varret bukura, nuk po i shijojnë lekët. Sepse qëllimi i gjyqit është të bësh lekët, shijosh jetën, sot po shijojnë varret bukura. Pra me këtë reformë që është bërë. Sepse kur pyeten njerëzit në sondazhe, përgjithsisht përgjigje apo pyetjet kanë bëjnë me perceptimin e tyre mbi punën e SPAK-ut, që është aspekti më i dukshëm dhe ndoshta më glamoroz i reformës në drejtësi. Dhe por SPAK-u, çështja që jeton SPAK-u dhe gjykatat e posaçme janë një përqindje shumë e vogël. 0.3% e numrit total të çështjeve është në SPAK. 0.3%, një përqindje shumë e vogël e totalit të çështjeve, të cilët në fakt në të shumë, jo në të shumë, në shumicën absolute të rasteve s'kan bëjnë fare me qytetarët, në kuptimin halle personale qytetarëve, pra nuk janë çështja një pronet, një qytetari, një çështje pensioni, një çështje divorci që do të shkojë në vite pa. Një çështje divorci etj. 10 vjet divorc. Që këto janë çështje qytetari se u fut filonin burg. Ky është hosa mirë, vetëm fërkimi durve që janë knaq, kuptimi që shohin lajme. Ne sot kemi qytetarë, të cilët kanë vite që presin gjyqjet e tyre të pensionit, përgjithsisht gjykata administrative të apelit, që është një kolaps të plot. Që ajo ka dhe afate në shurtim. Qëndrojnë jetë. Dhe s'marrin akoma pension. Akoma s'kanë marrë të drejtë. Madje ke pas raste që kanë vdekë edhe rob në gjykat, duke prit gjyqin. Po, ishte... Më falë. Dhe gati, do më thënë, ka që gjatë është koha, sa gati, dhimbja e parë ka kaluar, gati është harruar personi, kur vjen familjarve fletëthirja që thirret personi për gjykim. Edhe qohet fletëthirja në sharë. Të përgjigj pyetje për dalte pyetja, pse ndodh kjo? Se kjo është analizë që delte analizës si ekspert drejtësie, analizë politike. Do të analizojmë fakte. Ajo që unë jam mendimi që këtu ka pas një manipulim të opinionit publik që në momentin kur u filloi të bëjë reforma në drejtësi. Pra, natyrisht sistemi drejtësisë në 2014-2015 nuk ka qenë më i miri mundshëm, pra siç kanë qenë 3 pushtete gjyqësor, ka qenë dhe ai, por unë vlerësoj që ka qenë në raport me 2 pushtetet të tjera, nëse kujtojmë parlamentin atyre viteve, e kujtojmë kush ka qenë në parlament, që ka votuar reformë drejtësi, besoj si ka tjetër kujton. Një pjesë e atyre ka qenë dënuar për vrasje. Që 16 që u bë ligji i dekriminalizimit. Pra, ne kishim deputet që votuar në reformën drejtësi. Me precedent. Jo me precedent. Edhe deshën drejtësi. Po, prandaj u detyruan dhe shkuan gjithë për ta votuar. Se ishin lehtësisht. Që në këtë premis dhe njëri erdhi nga arresti i shtëpisë. Erdhi nga arresti i shtëpisë. Për të votuar reformën drejtësi. Për të votuar erdhi njëri nga arresti i shtëpisë. Dhe duhet thënë, dhe duhet ta themi sa herë na jepet mundësia, unë do ta them për time, sa herë dëftohem. Dhe u gjet një zgjidhje në shkelje të gjitha parimeve kushtetuese të ndërtimit të një pushteti gjyqësor. Pra, ka 1000 vjet që në Magna Cartën e 1044 sa është? 1000 vjet përpara që gjyqtari është i patundshëm në funksion. U bën revolucionet në orën perëndimore, u ndryshua nga regjimi feudal në regjimin kapitalist, i vetmi pushtet që su prek ishin gjyqtarët. U bën revolucioni në Francë, të vetmi që vazhduan punën e tyre ishin gjyqtarët. Unë kam thënë, nuk e di një studio tjetër që kur shkatrua Anglia pas të lutjes botërore, Pjetër Roosevelt që e kemi u shkatrua ekonomia, u shkatrua ushtria, tha, Pjetër, po gjyqësori është funksion se sa prej gjyqësorin, atëherë do e bëjmë Anglinë. Se gjyqësori nuk ndërtohet nga e para. Ekonomia ndërtohet, parlamenti ndërtohet, gjyqësori nuk ndërtohet. Nuk është pushtetet e tjera që bën zgjedhje ti dhe 120 deputetë të rinj dhe bën nga e para. Nuk e bën dot, nuk e bën dot se Eksperimenti që bën me gjyqësorin në Shqipëri është një eksperiment që do kushtoj shqiptarëve minimumi 25 vjet. E pikërisht. Për të kthyer gjën e kishim në 25 vjet. Ose më të lartë se sa thot Besniku.
po është një eksperiment që asnjë vend tjetër i rajonit nuk e pranoi për të bërë. E pranoi vetëm Shqipëria për shkak të influencës që tha Ervini, lidhur me ato 5 pikat e famshme të ligjit atë personam dhe parimeve atë personam që futi Sorosi për një kas të caktuar të këtij vendi. Altin, je civilist apo penalist? Penalist. Më trego eksperiencën personale tani duke ruajtur kuptohet edhe sekretin profesional. Ka klient për shembull në raport që kanë natë me prokurorët caktuar dhe kërkojnë apo marrin mendim lidhur me një çështje të caktuar, kur njoftohen apo kanë ndjenjë apo Po sinqerisht, me thënë drejtën, nuk është se çfarë në raport me prokurorin. Tentojnë ta korruptojnë apo tentojnë ta kërcënojnë fillimisht? Në mendim të mbrojtjes, që është avokati në këtë rast, edhe të vetë klientit që ndjeket surinë e çështjes vetë penale, në gjitha seancat gjyqësore, qofshin këto dhe fazat paraprake të hetimit deri në përfundimin e hetimeve dhe dërgimin e çështjes në gjyq, klienti shef çdo detaj, di dhe fajsin apo pa fajsin e vetë. Pavarësisht e avokatit. E kanë të vështirë ta pranojnë? Shpeshherë e pranojnë, shpeshherë nuk e pranojnë dhe fshihen mbrapa diçka që normalisht del haptazi, po shpeshherë janë ata që ligji ka ngarkuar me procedurat hetimore që janë prokurorët e këtij vendi, që e cedojnë pak në atë që është, sipas mendimit tim gjithmonë, kualifikimi i veprës ose ngritja e një fakti penal për të kualifikuar. Duan ta egzagjerojnë. Sipas meje, shpeshherë jo vetëm që egzagjerojnë, po nuk ka fakt penal dhe ndërkohë e çojnë tjetrin për dënim përpara një gjykate, para një magjistrati. Unë këtë mendoj, nuk e di eksperiencat personale të kolegëve, po shpeshherë. Kjo që thua ti, nëse më lejon të flas, kjo që thua ti është shumë e vërtetë. Në vlerësimin tim gjithmonë tani dhe mund të jemi subjektiv, por unë shoh që ka një rënje shumë të madhe të cilësisë, efikasitetit të cilësisë, se janë të lidhura bashkë, se efikasiteti si atë cilësi në hetimin fundetiv. Pra jo që thatë jo që hetimi plot i faktit penal, pra zbardhja e faktit dhe kualifikimi ligjor i duhur dhe pastaj dërgimi në gjyq. Dhe ka një rënje. Kjo ndodhet për arsye objektive, për arsye të ngarkesës. Prokurorët kanë kaq shumë çështje sa s'ka mundësi të jetojnë në mënyrë ose të mos eksperiencës, se shumë magistrat janë sa dalin nga bankat e shkollës dhe nuk kanë bërë një shkallë të themi në atë që është. Dhe unë tani vështrimi avokat, po edhe ndoshta si prokuror, po tani si avokat, ndoshta interesi më bën ta shumë kështu. Kështu që e ka shumë të vështirë gjyqtarë shqiptar që të dalin kundër qëndrimeve të prokurorit. Pra ajo që tha Dumani që tha pa dalë për ngeli aksion, domethënë. Tani afërmon se gjykata do të vendosë. Afërmon që është në tërë Shqipërinë, nuk është vetëm te SPAK. Po pra pikërisht. Në tërë gjykatat statistikat janë të frikshme. Janë të frikshme. Po se nuk guxojnë gjyqtarë. Se okej te SPAK. Nuk guxojnë gjyqtarë. Çdo gjykatë që dalin kundër qëndrimeve të prokurorit. Pra, nëse ti ke një hetim jo cilësor, ke një kualifikim ligjor, tha kolegu, jo të drejtë, nuk guxojnë gjyqtari ta ndryshojë kualifikimin ligjor. Në fund ose t'jaj pafajësia ka humbë si koncept. Konsiderohet kështu. Duhet shfrytëzohet nga kodi i procedurës. Kjo është të mëshme. Prandaj është filtri, se gjyqtari është filtr që më falë, Marash, gjyqtari është filtr edhe me ndryshimet e bëra në kodin e procedurës në 2017-ën, është futur dhe një figurë re që është gjyqtari i seancës paraprake dhe gjyqtari i hetimeve paraprake. Pra, janë filtr për të kontrolluar veprimet hetimore të prokurorit dhe për të kthyer çështje ku ka nevojë për hetime, dhe për ndryshimin e kualifikimit të veprës penale kur është nevoja për ta bërë, dhe për të dhënë pafajësi që nuk jepet në asnjë përqind të rasteve. Sofse shohim në gjithësinë e dënimeve, në gjithësinë e çështjeve penale, 1% nuk është pafajësia. Është shumë e vështirë të marrësh pafajësi në Shqipëri. Pra nuk japin pafajësi dhe kur ka pafajësi. Nuk japin pafajësi dhe kur ka pafajësi. Është çështje vlerësimi, për mua unë kështu mendoj. Në situatë normale, nëse ne shikojmë statistikat e një vendi demokratik, pavajësit, zënë 1% deri 20%, Dërsa nëse kemi asnjë përqind. Ne nuk shkojnë 1%, pra mund shkojnë 5, 6, 10, 15, 20% pavajësit në një vend. Kurse ne, pra, sistemi vetë, sistemi është i ngurtë një dhe shiko, nuk është sistemi njësor. Pra, palët nga funksioni, nga roli avokat, avokati e shë më pasëm, e ka të vështirë se avokat të depërtosh në proces, me drejtë që jep ligji natyrisht, jo të depërtosh në kuptimin figurativ, por si subjekt në hetim, me drejtë që ligji të njësë, si avokat, qoftë i viktimës, qoftë i pandehur në proces penal, e ketë pa mundur të marrësh pjesë proces. E ketë pa mundur të i bën kërkesa, për të veprimet, të marrë prova, është e pa mundur të kryet. Besniku avokat do t'i korrigjonte ndonjë gjë besnikut prokuror, ish prokuror? Shiko,
unë për fatë mirë, para se të bësh prokuror, kam punuar avokat. Por kjo është Pra, në vitin 98, unë kam marrë qesë avokatist, kam punuar 1 vit e gjysmë avokat, dhe kam shkruar prokuror dhe u ktheva te në avokatim pas 20 kusur vjetësh. Megjithatë, gjithmonë ka vënë. Pra kur shoh dhe unë në vështrimin tim, më kanë mbajtur si prokuror pak tash për dikush, megjithatë, por çështja ashpërsia e prokurorit duhet të dënimin. Më kanë mbajtur. Nuk është çështja ashpërsia e një prokurori, po diskutojmë tani, po flasim, po bëjmë filozofi, nuk ka të bëjë me dënimin. Ashpërsia e prokurorit bëjë me cilësinë e hetimit dhe efikasitetit. Shumë e vërtetë. Pra, nëse ti arrin ta hetosh mirë të plot, të shtëruse një ngjarje, nuk ka rëndësi sa dënohet personi. E kishit ju komoditetin atë? Ne kemi pas komunitet. Ne keni pas. Komunitetin fal. Dhe prokuroria për krimet e rënda ka pas një përvojë shumë të mirë, që në gjykimin tim shkatërrimi i saj shkatërroi një përvojë shumë të madhe te hetimi në Shqipëri. Prishi një strukturë hetimore, një ndërveprim, një bashkëpunim shumë të mirë midis strukturave të policisë shtetit dhe prokurorisë të krimeve që ishim ne, që vështirë dhe sot është e pamundur. Dhe sot është më besim i famshëm, që Dumani del në analiza dhe thotë që ne nuk kemi besim te policia. Është e pamundur të funksionon prokuroria nëse ti thua se ke besim. Dekonsiderohen informacion. Nëse kur të flasim pastaj për Po ja do të flasim direkt në pjesën e dytë. Në funksion të saj që tha Besnik, unë do të thosha një diçka tjetër. Neve kishim prokurinë e krimeve të rënda. Tash pse u bë gjithë kjo reformë e madhe? Mendimi im është se është dhe biznes. Neve duhet bëjmë, se po diskutonin për transparencën, sa lek janë hedhë për reformën në drejtësi. Pra, duhet di edhe qytetarët shqiptarë që për reformën në drejtësi sa janë hedhë. Sepse me një modifikim vogël ishe prokuroria e krimeve të rënda, ndryshoi neni 75 edhe po ta veshë pjesë spagut, pjesa më e madhe, spagu sot është prokuroria e krimeve të rënda. Ka diferencë shumë të madhe mes një ish prokurorit të krimeve të rënda dhe një prokurorit të spagut sot në pag dhe benefite? Në pag, po. Paga është 5 fish. Transparenca e parave që ato se çka kanë. Nuk është bor as janë hedh me miliona dollar që nuk dihet se janë hedh dhe nuk është as një godinë e re. Sot edhe prokuroria e krimeve të rënda është bërë spagu, as i godinë e re. Po janë bërë shtesa në një kështu shtesë, është bërë në i garë në i gjohë. Ku kanë shku këto pare? Duhet ta dimne. Sepse s'është bërë as i godinë sot s'ke. Edhe një gjë, ju hakerojshin e-mailet në atë kohë? Brava, e-mailet hakerat atë pun kanë. Sepse jo vetëm prokuroria dhe nuk e kuptoj që ne kaq me spagun që janë hakru e-mailet. Është hakru dhe shiku. Ne e dim që është hakru edhe shiku, kanë dalë fotot e bashkëpunëtorëve, ka dalë dhe fotot e një antari dvetingut, si pesh balgjone, ke pasur si pesh balgjoni ka dalë kaptina, thotë se jam unë. Po çdo ti këtu? Dhe këto s'merret kush me këto, merren me hakerimet e 3 emaileve të prokurorëve. Jo e kishe kodin e vogël, e kishe kodin e gjatë, që mu më duken... Po ju hakeroshin e-mailet e këto? Hakrusi atë punga. Tani neve, ato të marrin në e-mailet dhe këtu për shumë kanë dalë, nuk e shoh në i gjokë, do më thonë shumë trondë. U kapën 2 persona të rastin konkret, janë kap njoni haker... Po, ata fqishin basë saj, ata persona, besik më falë, ata persona kanë tjerë mbrapa, sepse njoni ishte të burgjet që smerte vesh, po që është mrapa të shi, nga mekanizmi i ngjarjes, më rezulton që janë të pozitës. Sepse e-mailet janë çu 2 gazetarëve të opozitës, Basir Çodhaku dhe Elvi Fundës, që ka tregon që deshën me nxjerr këta për shpërqendrimin e vëmendjes. Pra këta e morën vetë ja udhën këtyne. Dhe kjo del qartë janë të opozitës. Unë më kanë erëto dhe si botoj. Dhe ato edhe Elvi Fundu edhe Basiri nuk, do më thënë, janë habit se ç'është kjo e verifikune, panë që ishte me mish dhije në kuptimin që kishte i gjoqë të shkote, edhe nuk i publikun. U bo urdhë regjistri, një vendim për rrugën e sekretit, ai s'doli, më falë. Edhe kjo është pak a shumë. Po, kishe diçka marrë? Kishe diçka se ta ndërprevan. Ta kemi ndërprej fjallë kësë. E kisha, do me thënë me atë që po diskutoj pak me herët, unë mendoj që ne kemi një problem, ose disa probleme, sidomos me këto parimet themelore që do të uleqin proceset penale, që është prezumimi pafajësisë. Dhe këtë problemi që ne kemi me prezumimin e pafajësisë, kam dashur pak të shoh fakt a ka edhe në kontekst historik, dhe kam parë që në kodin e procedurës penale 79-ës, është hequr parimi i prezumimit pafajësisë, sepse thuaj që ishte parim borgjez. I shërben borgjezis, është dogme vjetruar e kështu me radhë, dhe unë mendoj që edhe sot akoma
kemi gati të njëjtin perceptim për parimin e prezumimit pafajësisë në mënyrën se si aplikohet drejtësia. Pra në momentin që dikujt Pavarësisht se nuk është hequr, ekziston. Ekziston si parim, po nuk aplikohet. Në momentin që dikujt i del emri, domethënë Quhet automatikisht. gati quhet që ky është personi që ka kryer veprën penale, mlidhen prova për ta dënuar, pra ndërtohet gjithë historia për ta dënuar, ndërkohë që në kodin e I bëj ndonjëherë të ndonjë gjyq publik. kodin e E ke dënuar ndonjëherë publikisht dhe pastaj realisht ndoshta se je do pafajësinë se. Që kjo ka impaktin e saj. Për shembull, në kodin e procedurës penale të vitit 2017, ne kemi përfshirë një dispozitë që shumë e rëndësishme. Prokurori ka detyrën që të mbledh prova si në favor të fajësisë, edhe të pafajësisë së personit. Gjeni ju një rast që prokurori mbledh një provë Pafajësie. të paktën po themi në atë që Kodi procedurës penale ka dispozitë ka qenë edhe më herë. Dakor, por në këtë raste që unë kam parë pas 2017-s, unë nuk kam parë raste që prokurorët përpiqen të mbledhin prova edhe në drejtim të pafajësisë së personit, qoftë edhe me kërkesë të avokatit. Pra përgjithsisht prokurorët, domethënë, vjen në atë pozitën që tani duhet provojmë detyrimisht fajësinë e personit, e çojnë dosjen përpara dhe është problemi që tha Besniku, duke si edhe shprehjen e Dumani ta përmendsh, që edhe gjyqtarët, po themi, duhet jenë më të kujdesshëm, më të vëmendshëm, më vigjilent për të parë që efektivisht nëse ka prova të mjaftueshme për ta dënuar një person, se pastaj vim te një tjetër parim po aq i rëndësishëm që është të provuarit për te çdo dyshimi të arsyeshëm. Dhe unë kam parë vendime gjyqësore dënimi me masa shumë të rënda, që aty nuk ka një dyshim të arsyeshëm, ka disa dyshime të arsyeshme që të mund mos jetë personi. Pra nuk ka prova të mjaftueshme për ta ndëshkuar personin, por thuhet meqense nuk na doli njëri tjetër në këtë histori, po ky është i vetmi. Deduksion. Tani do duhet po themi që dikujt ja ngecim këtë histori dhe kemi parë disa persona që janë dënuar. Mirë, kam në një pyetje të fundit në këtë pjesë për të kaluar te pjesa tjetër, ndërkohë që kam një informacion të fundit për një incident në Fier mes hetuesve të BKH-s dhe operacionales dhe njerëzve të Agron Kaplanajt. Byroja Kombëtare e Hetimit e mban sekret arsye pse ka zbarkuar në Fier, ndërkohë që zoti Kaplanaj është pjesë e koalicionit Djathtas 1912, partisë së drejtuar nga Enkeleda Libe. Më vonë do të marrim vesh. Ka disa ditë në fakt që zoti Dumani vetë së bashku me një grup hetuesish të BKH-s ka zbarkuar në Fier, sepse siç e dini Fieri është zonë nxehtë. Është një qark i rëndësishëm, është edhe një zonë nxehtë, keni parasysh edhe një element tjetër që në Fier është përqendruar gati mbi 50% e shtetit. Për shkak të atyre që janë kandidatët e Partisë Socialiste. Keni zëvendës kryeministrën dhe ministrën e infrastrukturës dhe energjisë, keni ministrin e financave që janë drejt për drejt në listë kandidat për deputet, keni një zëvendës ministër po ashtu të rëndësishëm, keni 2 drejtorë që drejtojnë 2 dikastere të rëndësishme që lidhen me sjelljes kanalizimit dhe sektorin e energjisë dhe sigurisht edhe për shkak të peshës politike që kanë këto personazhe politike që unë përmenda kanë angazhuar një masë shumë të madhe të administratës shtetërore, kanë varësi agjencitë më të mëdha shtetërore, por i përmend disa. Oshen, Keshin, Arëshën, Ujsjellsin, AKBN-n, pra janë disa agjenci shtetërore që kanë një numër shumë të madh punojësish, tatime, doganat, që është ministri e tjerë, dhe sipas asaj që unë kam si informacion, zoti Dumani këto kohë ka është në Fier duke monitoruar nga afër, po themi, situatën në terren të asaj që po ndodh. Edhe një pyetje të fundit kisha pra në këtë pjesën e përgjimeve edhe këtë pjesën e kërcënimeve të prokurorëve. Si veprohet në rastin kur një prokuror merr një kërcënim të caktuar? Kë njofton policinë e shtetit? Kush janë hapat që ndjek? Po natyrisht policia e shtetit njoftohet. Policinë e shtetit. Policia e shtetit ka strukturat. Po nëse s'ka besim, ka strukturat. Nuk mund të ndodhi kjo. Unë nuk ja lejoj vetes si prokuror them që s'ka besim. Dyshime kanë. Ka strukturë, policia e shtetit ka struktura, mund të ketë segmente caktuara që s'ka besim, por ka struktura që policia e shtetit është institucion. Pra raportohet tek policia e shtetit. Po, dhe pastaj natyrisht bashkëpunimi me institucionet e informacionit, ruhen nga Garda e Republikës? Çfarë ndodh? Sipas akteve nënligjore, realisht sot struktura e posaçme ruhet nga Garda e Republikës me personel të veçantë. Kur kemi qenë në periudhën tonë ka pas një repart të posaçëm policor që merre me ruajtjen e prokurorisë për krime të rënda që kemi qenë në atë periudhë. Sot është një strukturë posaçme në Gardën e Republikës që bën ruajtjen e afërt fizike, po themi, të prokurorëve të prokurorisë posaçme, ndërkohë pastaj që masa e tjera merren nga gjithë institucionet e tjera. Masa merr shërbim informativ, masa merr agjencitë e tjera të shtetit, merr policia e shtetit për të ruajtur banesën e tjera.
Po në momentin që përfundon mandatin, përfundon dhe i gjithë kjo mbrojtje, ti je një qytetar i lirë? Besniku ka dënu me 10 njerëz me burkin për jetë që në kemë rrugë. Ja rastin pikë. Nëse ka një kërcënim real, në mbrojtje të vazhdoj gjitha kërcënimi është. Sepse mund të... Sepse ka dhe një procedurë, ministre, përshë ka një procedurë të marrjes së mbrojtje. Pra do raportohet rasti dhe ka një komision të posaçëm që përcakton marrjen e mbrojtjes dhe masat e posaçme të marrjes së mbrojtjes. Të prokurorëve ose të zyrtarëve të tjerë të posaçëm. Ka një komision të posaçëm që mblidhet me njëherë dhe përcakton masat në varësi të rrezikut ose të potencialisht çfarë lloj rreziku është që mund të kanoset. Kanose që është. Okej, shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që referuar informacionit që dham pak më parë për një konflikt në qarkun e Fierit mes zotit Kaplanaj edhe zyrtarëve të BKH-s. Presim një konfirmim, në fakt kemi pasur një komunikim me drejtuesin e kësaj force politike, zotin Alibej, i cili nuk e ka komentuar. Nga verifikimet, zoti Kaplanaj nuk është pjesë e listës së kandidatëve të djathtas 1912 në qarkun e Fierit, por është një nga themeluesit e kësaj force politike, të paktën kështu rezulton. Ndërkohë, Altin, sa beson që struktura e posaçme antikorrupsion në terren, SPAK-u, zyrtarët e lartë të BKH-s, do arrin të parandalojnë fenomene të shitblerjes së votës, të përdorimit të administratës, të intimidimit të qytetarëve, të kërcënimeve të ndryshme dhe nëse evidentojnë raste të tilla, nëse janë prezente, a duhet veprojnë ato me një shpejtësi për të raportuar më pas për të ndryshkuar është tjetër histori, por të paktën për të raportuar, sepse ndoshta pas zgjedhjeve efekti përse ka ndonjë dëmi është bërë. Unë mendoj që kjo çështje duhet parë në dy aspekte. Është hera e parë që jepet e drejta votuesve nga jashtë, nga diaspora, por të votuar. Ndërkohë që ligjet e shtetit tonë, për sa i përket pjesës së kompetencave që parashikon Kodi Penal për strukturën e posaçme antikorrupsion, duhet të vlejnë dhe për ata, se dhe atje korruptohen, dhe atje ka shitblerje votash, dhe atje duhet që struktura e posaçme të operonte ose të merrte masat për të ndaluar këtë gjë. A mund të ketë juridiksion? Mund të kishte juridiksion? Jurisdiksionit në çdo rast është një çështje e debatueshme. Kjo është një dhe kjo është sipas me është çështje me karakter diskriminues për shkak se i lihet një hapësirë e nevojshme votuesve nga jashtë për të vepruar në kundërshtim me ato që janë ligjet e shtetit shqiptar, po ndërkohë që vota është e njëjtë si për ata, si për ne. Ndërkohë që në Shqipëri, duke rikthyer pjesës parë të pyetjes tuaj, vepron struktura e posaçme. Struktura e posaçme nuk mundet të mbulojë çdo pjesë të territorit shqiptar, ku ka një kuti votimi ose ku organizohet një veprimtari elektorale ose kontraligjshme. Po indicia mund të marrë për të vepruar. Indicia mund të marrë dhe këtu kam dyshimet e mia. Mund të marri një pjesë të indicjeve, po s'mund të vërtetoj dhe verifikoj dhe hetoj çdo gjë që mund të ndodhi në çdo pikë të territorit shqiptar ku votohet. Jo çdo lloj denoncimi që bëjnë forcat politike për shembull? Ato duhen marrë shumë seriozisht. Ju dini fare mirë që është një fenomen tashmë i njohur që forca politike në pushtet, qeveria në këtë rast, vë në dispozicion të zgjedhjeve çdo herë, kjo gjë nuk është e thënë nga unë, po është e thënë nga raportet e OSBE-Odirit, çdo herë në dispozicion makinerinë shtetërore, të përbërë nga mira njerëz, të punësuar dhe me interes politik të forcës politike në pushtet, dhe të përbërë nga mira të themi pasuri të luajtshme që vjen në dispozicion, siç mund të jenë automjetet, siç mund të jetë karburanti, siç mund të jenë shumë gjëra të tjera që vjen në dispozicion të forcës politike në pushtet. Dhe ky është një abuzim i pastër, i vërtetuar dhe i verifikuar çdo të themi përpara, gjatë dhe pas zgjedhjeve nga strukturat e OSBE-Odirit, të cilat kanë bërë raportet e tyre përkatëse. Kështu që unë mendoj që duhet të shpresojmë që struktura e posaçme antikorrupsion të bëjë të pamundurën. Si beson?
Si? Si beson, se shpresa është një gjë tjetër. Beson që do reagoj në kohë, do reagoj para, Nuk besoj apo pas se ka limite struktura e posaçme. Është e përbërë nga pak njerëz. Qoftë ajo vetë, grupi prokurorëve që do merren me zgjedhjet, po qoftë dhe vetë ata që janë hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit. Kështu që duhet ketë një koordinim të themi të mjaftueshëm dhe shumë të pastër midis tyre dhe policisë së shtetit ose strukturave të tjera që mund të jetë shërbimi informativ kombëtar, shërbimi informativ shqiptar në këtë rast. Kështu që unë dyshoj pak të kjo pjesa e koordinimit, pavarësisht se Muçi tha që s'ka mundësi, tha policia e shtetit është gjithmonë... Dua ta besoj, po për realiteti është tjetër gjë. Jo, po ja që më bën mua, Muçi, që më bën mua të mos besoj. Fakti që kur u bë verifikimi kushteve dhe marrja në pyetje e kryetarit të Bashkisë Tiranë, u bë kuazi zaptimi prokurorisë posaçme. Absolutisht po. Dhe mua kjo më bën të mos besoj një koordinim efikas midis dy strukturave. Se u kërkua mbështetje nga ana e gardës, se të gjithë e panë, dhe policia nuk erdhi. Unë them s'dua ta besoj si ish prokuror që nuk ka bashkëpunim. Dhe kjo më shqetëson. Realiteti është i tillë. Jo, çështja është që provat dhe faktet na kanë vërtetuar të kundërtën. Pastaj besimi apo mos besimi është gjë që do shihet. Dëshira jonë pastaj. Ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, për shkak se që ndoshta në dhjetor dhe më pas në janar, Prokuroria e Posaçme publikoi dhe një strategji për të luftuar krimet zgjedhore, ngriti një task force, pritej që të kishte disa rezultate konkrete që do kishin për qëllim pikërisht parandalimin. Dhe parandalim nënkupton që Prokuroria e Posaçme të veproj para datës zgjedhjeve. Se pas datës së zgjedhjeve, edhe sikur të veproj dhe dërgoj disa dhjetra, qindra zyrtar të ndryshëm përpara drejtësisë e kështu me radhë, dëmi do jetë bërë dhe impakti në zgjedhje, thjesht kjo do shërbej për statistik. Në fakt ne, Spaku deri tani ka kaluar nga krimi i saj, ka kaluar 2 procese zgjedhore, 2021 dhe 2023. Numri i rasteve të krimeve zgjedhore që janë proceduar dhe dërguar për gjykim mund të numërohen me gishtat e njërës dorë. Pra kemi pasur shumë pak raste. Dhe besoj pikërisht për shkak të këtij sensibiliteti për hetimin efektiv të krimeve zgjedhore, u bë edhe kjo strategjia për luftën ndaj krimeve zgjedhore, ngritja task force-s. Ne kemi kërkuar në mënyrë të përsëritur që të kemi disa informacione apo të dhëna sa mund të ndahen mbi numrin e kallëzimeve, numrin e procedimeve, personat në hetim, pra të kemi disa dhëna se në çfarë ka konsistuar në një veprim apo akt konkret gjithë kjo punë, po themi që u tha që do bëj nga task force-a ngritur nga Spaku. Dhe deri tani nuk na rezulton që të kemi asnjë rast. Ka një rast konkret. Nga Prokuroria e Posaçme. 38 vjeçari në Lushnjë. Ajo ishte një rast, po themi që u hetua nga policia e shtetit. Policia e shtetit fillimisht ja referoi prokurorisë juridiksoje të përgjithshëm dhe më pas i kaloi për kompetencë Spakut. Po Spaku nuk ka qenë i përfshirë as në evidentimin, as në hetimin e këtij rasti, do jetë tashmë i përfshirë pasi policia e shtetit e ka referuar rastin te Prokuroria e Posaçme. Pas ka qenë policia më e shpejtë në rastin konkret. Ka shumë diskutim aty, sepse mund të është e njëjta gjë me rastin Beleri. Kjo policia e shtetit, kur i ka krimet përpara syve, nuk i sheh. Por arrin deri aty sa të marrë njerëz, të infiltroj, të provokojnë dikë për të kryer një vepër penale, të japin edhe para, kartmonedha me shifra në mënyrë që të dallojnë a është kartmonedha e tyre apo jo, por krimet zgjedhore që ndodhin para syve nuk i shohin. Po ju japun një rast konkret. Ditën e djeshme, në njësinë administrative numër 1, në Bashkinë Tiranë, ministri i Brendshëm, me makinat e Gardës Republikës, me makinat zyrtare, me Gardën e Republikës, të paktën 10 punonjës të identifikuar, po shpërndantës, bashkë me punonjësit e Gardës, flet palosje, duke kërkuar vot për vete, vot për Partinë Socialiste. Ky, përdorimi i funksionit shtetëror për qëllime politike, në mbështetje një partie apo një kandidati të caktuar, përbën vepër penale sipas kodit tonë penal. Edhe pse është kandidat për kandidat për deputet. Po, ai mund të jetë shumë mirë kandidat për deputet dhe mund të bëj fushat dhe është e drejta e tij, po nuk mund të përdor as makinat e institucionit dhe as nuk mund të përdor Gardën e Republikës për këtë qëllim. Dhe kjo gjë, ditën e djeshme, është publikuar nga një aktivist dhe ne s'kemi parë asnjë veprim. Nuk kemi parë, po themi, asnjë lloj veprimi të kryhet nga kushdo qoftë, ndërkohë që të marrim dhe të montojmë një rast në Lushnjë,
Si ju shpjegova pak më herët. Është duke bërë marrëveshje SPAK me prokurorin përgjithshëm edhe KQZ-n, po bën akoma janë duke kontrolluar marrëveshje. Jo, patjetër. Deri 11 maj do bëjnë marrëveshje. Kontrollin pas zgjedhjeve. Po bëjnë një marrëveshje për të marrin një rast, të marrin një rast dhe ta montojnë në lushje policia e shtetit për të zbehur atë, për të kamufluar atë që realisht ndodh në qarkun e Fierit. Besoj tregon shumë mirë se ku i po shërben policia e shtetit. Por ajo që mund t'ju them është që ditën e djeshme që doli ky rasti, se nuk ishte e qëllimshme, prokuroria e posaçme ka dërguar të paktën 35 fletëthirrje për funksionarë të niveleve nga më të ndryshmet për të pyetur në lidhje me çështjen e zgjedhjeve pikërisht në qarkun e Fierit. Që do ta shohim, po themi, shpejtësinë me cilën do të veprojnë. Por unë besoj që pavarësisht kapaciteteve që tha zoti Kazia që janë të reduktuara, disa raste duhen bërë shembull, me qëllim po themi që të parandalohen rastet e tjera, pra t'jepet mesazhi që krimi zgjedhor do ndëshkohet. Për ndryshe, ata që e kanë bërë në zgjedhjet e mëparshme do vazhdojnë ta bëjnë pa u shqetësuar, edhe për shkak se hetimet nga njerëz zgjasin aq shumë sa që humbasin po themi edhe atë qëllimin e tyre. Keni parasysh, për shembull, ne kemi kryetarin e bashkisë Rogozhin. Është zgjedhur në vitin 2023, jemi në vitin 2020, ka 2 vite ai që ushtron detyrën e kryetarit të bashkisë, ndërkohë që është kapur në flagrancë duke kryer korrupsion zgjedhor. Merrte në telefon punojësin OSHE-s dhe i thoshte kësaj zonjës këtu do t'ja jap punë, do t'ja paguaj unë faturën e energjisë sepse do na votojnë ne. Dhe kjo ishte publike. Dhe ai zotëria vazhdon e ushtron në detyrën edhe sot. Është në detyrë, madje është duke bërë fushat për Partinë Socialiste, megjithëse është kapur në flagrancë. Tani raste të tilla ose duhet vepruar me shpejtësi ose nuk duhet vepruar fare. Se për Fredi Belerin, që ishte kandidati i opozitës, policia, prokuroria, gjykata veprua me një shpejtësi marramendse. Dhe po themi nuk po e shohim që kjo të ndodh edhe me raste të tjera të cilat disa prej tyre janë edhe në sy të opinionit publik. Rangja, dalja në terren e SPAK-ut, mendon që do e frenoj fenomenin e shitblerjes së votave të korrupsionit? Është fenomen masiv, nuk e frenon dot. Mendon që është fenomen masiv? Po nëse thash, if. Po them. Nga raportet e ndërkombëtarëve, po na del që këtu, domethënë, vota blihet dhe shitet më lehtë se sa mund blesh në treg. Mendoj që SPAK-u mbas në 75 kodit procedurës penale që ka kompetencën e vet, domethënë duhet përqendrohet tek këto subjekte, pra tek subjektet që ka dhe për subjektet e larta. Për shembull dhe partitë politike te subjektet zyrtar të lartë. Edhe partitë politike kur evidentojnë një rast, duhet ta bëjnë, siç është rasti në fjalë, domethënë pa e paragjykuar, të bëjnë kallëzimin, fotot, se sot është shumë e thjeshtë nëpërmjet telefonave. I kemi bërë. Kanë qenë me uniform? Kanë qenë me uniform mërash ata? Garda e Republikës, po themi, nuk është se ka uniform. Jo garda, po punojnë policie, ka pas apo jo, vetëm nga garda? Jo, ne kemi, po themi, kemi foto të ministrit brendshëm i shoqëruar nga punojësit e gardës, dhe sigurisht që kemi referuar rastin. Nuk po flasim, me që është bërë kallëzim, nuk po flasim, domethënë ti mund ta ashtu, po flasim në parim. Përdorimi i funksionit publik, për shembull, kodi penal neni 328 parashikon që përdorimi i funksionit publik për zgjedhje për bën vepër penale. Që është pastër. Sot ke mjetet del dëshmimtari. Po sot gjithë ministrat po thuajse i kanë në terren, edhe pse duhet jenë në orarin e punës, apo jo? Duhet jenë në punë, në krye detyrës. Si funksionon në rast të zgjedhjeve? Ka një vindarse, po themi, sepse ata prezantojnë që ne jemi kandidat për deputet dhe po bëjmë fushate kështu me radhë. Ajo po themi që e ndanë pastaj rolin e tyre është faktin e qoftë ata për hir të fushatës që po bëjnë, përdorin edhe burimet shtetërore që kanë në dispozicion. Burimet shtetërore qofshin këto mjete, punonjës që i kanë vartës të tyre, karburant, zyra e kështu me radhë, që ne dim fare mirë që kjo gjë po ndodh masivisht. Dhe nuk po shohim. Jo, një ministër i cili është në fushatë delegon detyrat e tij te një zëvendësministër. Nëse zëvendësministri është gjithashtu fushatë është kandidat. Si ndodh me delegimin e detyrave? Ai është kandidat, ky është diskutimi i KQZ-s që duhet ta ndajë këtë punë. Me çfarë mjetësh duhet shkojë? Jo, nuk lejo. Ndryshe çik më lart. Jo, më lart kemi vështrim. Duhet ta ndajë këtë punë që se i bëj shumë kanë dhënë shumë vëmendje për rolin e përvojës posaçme në zgjedhje ose në hetimin dhe veprave të zgjedhjes. Unë kam thënë që kur zoti Dumani nxori strategjinë kur më tha që po në marrëveshje. Po jo, janë akoma marrëveshje vonë, janë ende duke përpunuar marrëveshje sepse paktën media shohim që takojnë të tre prokurorë përgjithshëm. Janë filmime të vjetra ato. Dhe drejtuesi i KQZ-s. Zoçeli Bashi. Dhe më duket sikur do vazhdojnë një punë zgjedhje të bëjmë marrëveshje me një tjetrin. Dakor, kjo ishte për Jo, marrëveshje duan. Unë kam duhet patjetër, duan.
E di që më kujton këtë marrëveshjet? Kur ishim, do është praktik në institucionet shqiptare që institucionet kur ka një problem shqetësues, mblidhen po themi drejtuesit kryesor të institucionit prokurori përgjithshëm, po them drejtuesi SPAK-ut, drejtuesi shërbimit informativ, drejtori i policisë së shtetit, ministri i financave dhe bëjnë memorandum për luftë për shembull trafiku i drogës. Është problem, mblidhen 4 institucionet, bëjnë një memorandum bashkëpunimi që ligji i rregullon gjithë, por që ne do bashkëpunojmë për luftën kundër drogës. Dhe e bëjnë memorandumin, caktojmë pika kontakti dhe vazhdon puna. Presim ne. Dhe presim. Ne presim. Kemi problem për korrupsionin, për shembull, u bë problem korrupsionin, u mblodhën para ca kohësh, drejtues shërbim, drejtues SPAK-u, drejtues, bënë memorandum bashkëpunimi, caktojmë pika kontakti dhe vazhdon lufta kundër korrupsionit. Tani u mblodhën përse u mblodhën tani? Për zgjedhjet. Zgjedhjet nuk kanë veprimtari kriminale. Hajde mblidhemi. Është drejt se Zgjedhjet e veprimtari janë funksion i zakonshëm qytetarëve. Pra nuk kemi veprimtari kriminale që ne të mblidhemi, tetojmë zgjedhjet. Unë e kuptoj. Unë e thjeshtova pak. Jo, këtu tek ne nga hyrë veprimtari kriminale. Do të kemi zgjedhore, por ka. Pra, unë në këtë prizme kam parë të marrëveshje. Unë kam. Do thënë, dhe për të thënë një fjali, e gjithë kjo do jetë një propagandë, kjo marrëveshjet, një të do jemi kuptueshëm, gjithë komunikimi, marrëveshjet, strategjitë, bashkëpunimi me KQZ-n, me prokurorë përgjithshëm, do jetë thjesht një propagandë që do kaloj, si po kalon, pra nisi para 3-4 muajsh, po mbaron fushatat zgjedhore, vazhdojnë kjo bashkëpunimi, takimet me një tjetër, dhe nuk do ketë asnjë efekt, realisht. Më lejon të kem mendimin tim. Pse? Sepse SPAK-u do dështojë në këtë vullnetit dhe dëshirës që mund të ketë Zoti Dumani personalisht, që mund të kenë prokurorët e SPAK-ut ose anëtarët e byros, do dështojë për 2 arsye shumë të rëndësishme. Për një arsye dhe që është themelorja për mua. Prokuroria SPAK-u në të gjithë veprimtari është jashtë funksionit kushtetues së saj. Pra, jashtë gjithë në gjykimin tim gjithmonë. Pra, gjithë këto veprime që bën prokurori SPAK-ut, drejtuesi SPAK-ut është jashtë funksionit kushtetues. Nuk ka funksion kushtetues prokuroria posaçme që të merret me monitorimin e zgjedhjeve. Atë detyrë e ka qeveria. Ne qytetarët votojmë qeverinë për ta bërë zgjedhje, nuk votojmë zotin Dumani për të kontrolluar zgjedhjet, për zgjedhje ndershme. Zoti Dumani nuk votohet. Po pra, po kur këtë garanci nuk ta jep qeveria, më vjen keq për ta. Prihet prokuroria. Qeveria është vetëm ta mbaroj mendimin. Ta mbaroj mendimin. Në ushtrim, Jam dakord me ty. Nëse ne themi që zgjedhjet e vjen qeveria, kush e vjen ndryshe? Dhe ne do të luftojmë qeverinë, po s'mund ta luftojmë Altin Dumani qeverinë. Shiko, nëse Altin Dumani do kishte rol që ka sot, duhet të ishte si prokuror i përgjithshëm në Amerikë. Nëse eviton zgjedhjet Berisha do t'i japë dorëheqje nesër. Më kupton tash, pra kemi ngatruar rolin kushtetues. Ata baballarë që na i bëjnë këta, ata ustallarët. Edhe ajo na tuaj, që edhe prokurori ka kishte të zgjedhur. Ustallarët në mënyrë pejorative duhet pak është funksionit kushtetues prokuroria. Kjo, pra, për këtë shkak nuk mundet të ketë rezultat, atë do ketë një rezultat sporadik. Por asgjëtohu, arrestimet e bujshme që që tani sot Marashi paraqit pretendime. Do që s'ka filluar akoma, s'ka rezultat akoma njërë. Pra, për këtë arsye kryesorja, dhe së dyti, dhe që është çështja praktike, e tha zoti Gazia, nuk ka kapacitete. S'mund të ketë kapacitete SPAK-u me 20 prokurorë dhe 40 oficer, nga cilë një pjesë asot Dumani lëmë për dëshiruar, ta se duhet nashtë është një pjesë lëmë për dëshiruar, jo? Normal, me drejtë. Ta që lëmë për dëshiruar, i kemi quar në qarqe që nuk ka restrikshme. Qirokastër që janë pak të themi ose në kohë. Qirokastër edhe... Ose të zonat Qukës që janë qëndarë. Të fshatrat pa banor. Nuk ka kapacitete, Zoti Dumani, ose Zoti Dumani, po themi SPAK-u për të veprimtari. Nuk ka kapacitete, do kapacitete njerëzore. Pra, nëse do bësh një veprim, do shkosh një kontroll, pos që policia e shtetit ka këto kapacitet. Në Shqipëri, ky është institucioni që duhet bëj të kryejë veprimtari. Është funksion ekzekutiv. Dhe SPAK-u është jashtë rolit vet. Unë kam një mendim tjetër, SPAK-u i gjithë sikurse është i konceptuar, është jashtë rolit kushtetues. Është jashtë rolit kushtetues që duhet të ketë një prokurori një shtet demokratik. Pra ne kthejmë syt nga SPAK-u të gjithë. Po ne kemi një demokraci hibride. Ne monitorojmë, ju mediat dhe gjithë monitorojnë besim dhe SPAK-u. Shpun ka SPAK-u besim? Nuk votojë SPAK-u në qytetarëve. Ne monitorojmë, bëni ju sondazhe, sa përqind e qytetarëve shqiptar kanë besim dhe SPAK-u. E shblerë ka U tha që reforma në drejtësi do kthej besimin e publikut të drejtësisë. S'ka një ide jo. Po nëse që ta mbajmë pak si dialog. Drejtësia e gjykata. Është pjesë e drejtësisë, sigurisht. Është pjesë e drejtësisë, por gjykata. Pra, ju monitoroni, qytetarët shton po, na pëlqen SPAK-u 8%. Nuk voton njëri SPAK-u qytetar shqiptar. Qytetar shqiptar, u pëlqen parlamenti, u pëlqen qeveria. Ata votojnë, u pëlqen kryetari i bashkisë. Ç'mund kemi me SPAK-un? E pëlqen, kush ka punë e pëlqen, e thanë që para ata, është cirk, që në Romë lashtë, buk, edhe cirk poshtë.
Edhe gladiator, qytetarët atë pëlqejnë. Është e provuar, ka 3000 vjet kjo punë. Ama ne një sistem demokratik. Nuk bën Itali sontar njëri, i pëlqen njëri kriminal atë në rrethin antimafia. Asë njohin fare kush. Asë njohin fare. Ç'mund ka dalë drejtori antimafia italiane sot të bëj pak me drejtuesin e zgjedhjet italisë të monitorosh zgjedhjet. Ç'është funksioni vet. Po pra. Spaku ka detyrë të hetojë krimet dhe ajo ato jo të ngrejë call center Spaku. Ato janë shtete formuara me demokraci të hershme. Por ne nuk mund ta ndërtojmë demokracinë me mjete antidemokratike. Në 2022, për mua, kjo unë që mendim kam, pastaj detajimi, kjo analiza për vajtin fier, e vajti Zoj Dumani, vajti në 2 oficerë të byros, kjo është analizë kaq më falni, meskine, vogël, sa s'ka asnjë lloj, përveç se një propagande, falë ta them të shpifur për qytetarët, asnjë lloj efekti s'ka. Nise, do ta shohim besnik se tani mos ta presim, do të thënë kështu i bie që ne të largohemi nga Shqipëria. Jo, nuk largohemi nga Shqipëria, ky është mendimi im, jo, ai do bëj punën, do bëjnë atë. Po kjo është Gjoj Marashis po na i thotë. Në 2022 duhet sjell të rast për të kuptuar domosdoshmë. Jo, e ta mbaroj. Sa Na i thuaj të gjitha. Do i kosh llogarit Spaku. Ta bëjmë dialog, lutem. Do politika, as mos bëjmë analizë politike. Në 2022, po pra, në 2022-shin ka pasur një palë zgjedhje kanë qenë zgjedhje të pjeshme. Dhe më kujtohet që bëm një kallëzim, bides se kam bërë vetë, në të cilin në 1 mars të 2022 zgjedhen bashkë në 6 mars, në të cilin detajonim emra personash, lokalesh, targa, ishte shumë konkrete. Realisht ishte një nga informacionet më konkrete që kemi pasur në njëherë, dhe qarta si po bëj shitblerje votash në një lokal të caktuar, persona të caktuar, që kishin funksione, kishin bërë një identifikim gati të përkryer. Foto, imazhe, etj. Edhe me foto? Po them të personave, të lokalit, etj. Se kishim arritur të filmoni momentin. Dhe po them bëjmë kallëzimin penal, e çojmë në SPAK. Në 1 mars kjo. Mbahen zgjedhjet në 6 mars, në 10 mars, SPAK-u kujtohet në thras. Dhe shkova atje dhe ju thash shiko. Tani thash mund ta pushoni këtë çështje. Po thua të kthej shumë, thash shumë pra, pa do dalësh prap këtu. Po më thua, po më shumë pra. Këtë çështje i thash, jo them edhe kur janë në zyrë, e kupton. Marash, të isha duke thënë. Dhe duke qenë se ne kemi pasur këtë eksperiencë, ju thash pra, tani ka mbaruar historia, ju nuk do gjeni atje as persona, ai lokali ka rrezik është mbyllur, as jeni makina. Ku ti ka llogari për këtë? Ku ti ka llogari? Ku ti ka llogari? Ta që kanë për detyrën të bëjnë punën e tyre. Edhe i mbyllën ata hetimet. Spaku ka për detyrë si rregull, unë jam duke thënë Marash. Kazim si rregull do të shkojë te polici i qytetit, të bëj kazim në polici, detyrë e policisë kjo. Dhe nëse thoshe po, ta dham se policia votohet. Policia është politike, bestim tani lutem. Ta nuk kanë besim. Policia është politike. Po në qoftë se ke indicje për ministrin e Brendshme, nëse ke indicje për ministrin e Brendshme, pra ke ministriat Policia besnik doli në përgjimet e SKCC që ishin edhe më kriminal se disa kriminale, që merrnin pjesë në trafiqe, në vrasje njerëzish në ekzekutive shumë e radhë tjerë. Ne po flasim nacionalisht, unë nuk flas si është realisht, unë e di me mirë sa është. Unë e di realitetin shumë më mirë se unë e di. Po flasim nacionalisht, nëse ne merremi me këto çështje kaq të vogla, që s'kan asnjë lloj efekti, ka një efekt paralel. Jo. Ka se po t'ishe majt në vëzhgim për shembull, ishte ndryshu rezultatet tjetër. Duhet adresojmë institucionet që kanë detyrë. Thash, pra duhet të shkojë në polici. Se të Spaku veprat. Nuk veproj Spaku fare, gjatë zgjedhjeve. Do bëni kazime, do bëj politika, do ta mbushim me kazime Spakun, kosendo e plot se s'ka kushti përgjigjet, kur ti zbardhin bisedat pasaj, marrë zgjedh, kujt e kosh llogaritë? S'veproj Spaku. Se mendojnë që policia vepron më shpejt? Apo e ka policia ka kapacitetet. Policia shqiptare ka kapacitet për të bërë veprim. A se bën këtë gjë ose? Jo, kapaciteti ka vullnet. Çështje vullneti, prandaj se ne ngatrojmë politike dumani. E shkarkon qeverinë nga përgjegjësia politike që ka për dështimin e zgjedhjeve, qoftë nëpërmjet manipulimit. Dhe merr Spaku përgjegjësinë e zgjedhjeve, po Spaku nuk votohet, do bjerë për qishmëri e Spaku. Nga 80 do vesh 70%. Ne pastaj kemi mekanizme që edhe të Spaku mund ndërhyet, edhe të KLP-ja mund ndërhyet, ka shumë mekanizme që mund ndërhyet. Këto janë organet e shtetit dhe edhe si reforma, pjesë e reformës. Bërit te pjesa e reformës, kur na dalin kur na desoj fund themi se pra shikoj. Raportit të Dumanit ishte që rënë e kallëzimeve nga policia e shtetit. Në rastin konkret, lind pyetja si do kapet i rob flagrant një person, një subjekt zgjedhor. Pra shumë bukur se në filan vend po mblidhen vota. Do shkohet një oficer i Spakut, se ky është nëse flas teorikisht,
me një punojës policie, oficerën e policisë, bëhet rrethimi i zonës, plani masave, se mund të ketë dhe njerëz të armatosur. Pra se shkohet kështu, jo, si thosh, jam spaku dhe se s'dihet se çfarë zonësh janë ato. Pra ke nevojë për policinë e zonës, ke nevojë për plan masash. Se shkohet se kanë edhe disa raste edhe me... Po pra, kur ka ndryshime, për shembull që është ministri i brendshëm, pra policia njofton. Kjo është vullnet, është dhunë në Shqipëri është policie, për shembull, vëzhgimi, pra, neve nuk mund të anashkalojmë organet e shtetit shqiptar, nuk mund të anashkalohen, sepse na kanë dhënë edhe me një kolegun tonë, s'peja për emrin, gjeti një fush me arshash, po të shqip të trash policinë se s'mund të arrestoj, të kapi prokurorit në Flagrant. Me grupin e gatshëm, pastaj, iku e la rrugën. Erdi grupi gatshëm, sepse e la grupi gatshëm iku. Të kapin atje, histori reale. Duhet, sepse edhe kapin penga atje, se çdo ti këtu. Pra, vinë forcat, sepse ka dhe raste, duhet vinë forcat speciale, duhet vinë forcat gatshme, sepse... Përgatitura për në varësi të rrezikut, ndërhyrjes si do bëhet, e kupton. S'po shkojnë me një të kapa në flagrancë duke vjedh votën. Pra, duhet një bashkëpunim, se pa bashkëpunim nuk e si ta bosh këtë punë. Pra, është e pamundur. Praktikisht është e pamundur. Mendon që do ketë arrestime para 11 majit? Tani, spaku nuk ka asnjë pengesë kushtetuese ligjore të bëj arrestime. Kush është për arrest, shkoj për me që u hap loja, u arreston, të vazhdoj, si që thënë asë shprejës, shtri kabuin, si që thënë. Më falë për shprejë, po. Sa që kur është për të arrestu nuk ka. Po mendoj që do ketë? Nuk ka. Po unë ne mendoj do ketë, kemi kohë që po themi do ketë, po isha ka ka. Po mbaroj për mund nuk është i kufizum nga. Në qofë se personet janë për të arrestuar, të mos talen një 2 javë. Madje kandidatve që janë të korruptum, i bon merë që s'do hargjën me lekë për zjedhe, shkojnë burg, t'i kenë lekët për mburg, që ta në burg, kur shkojnë burg. Se po i hargjën lekët për fushat, mrapa, masane, kur shkojnë burg, s'ka kur që qoj burg të burg. Se hargjën lekët që të garantojnë pa prekshmëri, ndoshtë. Po të shi, po përshkove në burg, nuk është agjelet, sepse gjithë burgu është për burra, po kote fundit ka dalë, burgu është për gra. Kështu ka dalë, si shprejë. Se tani do me të është... Neve që shkojnë burg dhe ti që shef, e ke pas e qa është burgu. Shpaku, më falet, duhet procedoj. Ka vepra penale për arresti, fusi, arrestin blidhet parlamenti, ti japi imunitetin kush është zyrtar e lartë. Të mos lehet për punë zgjedhje që ka ndikim apo jo. Po, në qoftë se pavarësisht dyshimeve lihen për pas zgjedhjeve, është pjesë e një politike më të madhe edhe spaku? Se sa thjesht për të dënuar rastet e korrupsionit apo... Unë nuk duhet të paragjykoj një gjë të tillë, fakti është që humbet ajo që është gjëja esenciale, aktualiteti i gjës. Se ç'bërja pasi të dali fitimtari, fituesi që mund të ketë vjedhur vota për të ardhur në pushtet, ç'bërja e gjës është shumë e rëndë se sa të themi ajo që mund të jetë parandalimi, që është një nga të themi efikasitetet më të mëdha në sistemet hetimore ose policore. Parandalimi është kryesorja. Një gjë duhet ta parandalosh dhe jo ta kurosh ose ta kapësh ex post pasi të kenë ndodhur fakti. Këtu bjem gjithë dakord në këtë panel që territori nuk mbulohet dot nga struktura e posaçme. Duhet të koordinohen të gjitha strukturat për të garantuar një drejt kushtetuese të qytetarëve të këtij vendi. Le të fitoj më i forti, le të fitoj ai me platformë më të mirë, le të fitoj ai që realisht e meriton të fitoj, le të shkoj vota e qytetarëve atje ku është adresuar dhe jo atje ku është keq orientuar nëpërmjet blerjes së saj dhe tjetërsimit vullnetit të votuesve. Kështu që unë mendoj që është një sfidë kjo e këtij viti, është një sfidë shumë e madhe. Shpresoj dhe jam besim plot që ndikimi që ka pas më përpara dhe përfaqësuesit e ambasadës amerikane, që sipas meje kanë ruajtur një rol negativ në atë që është të themi orientimi. Po jo vetëm orientimi, po dhe transparenca dhe realiteti i ndodhjes së faktit, se nga një anë të bëjnë raporte të karakterit të nxirr përfaqësuesit e OSBE-u direkt në raportet e tyre, ndërkohë që përfaqësuesja e ambasadës amerikane thoshte si ky s'ka, si ky person s'ka, ky kështu, shkonte në përjate, në përgjëra me
me përfaqësuesit e qeverisë, kur këtu bëj batërdia e gjithë makineria shtetërore vijej në lëvizje, ashtu si tha Marashi se ne bashkë kemi mbrojtur, të themi, opozitën në KQZ dhe bashkë kemi denoncuar me Marashin me qindra raste të tjetërsimit vullnetit të votës, me qindra raste të vënies në dispozicion dhe të shpërdorimit të pozicionit publik dhe të vënies në dispozicion të mira materiale të shtetit në dispozicion të partisë në pushtet. Po, përveshja e mëngve si Arvizu tek 105 për të parë gjithë procesin e numërimit të votave, i shërben procesit? Sinqerisht, është një gjë që ka kaluar, e shkuar, pa ju futur thelbit të saj. Jo, po themi i shërben, e ndihmon për ta mbajtur procesin në shtylla, apo prapë është ndërhyrje? Jo, unë jam i mendimit që strukturat, të themi, të përfaqësive diplomatike të vendeve të huaj, kushdo qofshin ato, nuk mundet të ndërhyjë një proces që është kushtetues, një drejt kushtetues, duhet ndërgjegjësohemi ne. Nuk mund na vi një Arvizu, një Jurikim, një Lu, të cilët na imponojnë demokracinë sipas mënyrës së tyre të parë të punës. Nuk mundet. Ne duhet vetë ta bëjmë shtetin tonë, ne duhet vetë të ndërgjegjësohemi për fëmijët tanë, ne duhet vetë të krijojmë atë komoditetin e të pasurit një të drejtë reale kushtetuese që të dimë të gjithë ta shfrytëzojmë në momentin dhe në kohën e duhur. Takova disa vëzhgues fakto ditë të OSB Odirit, dhe ju thash që puna juaj këtë vit do jetë shumë e thjeshtë. Pse më thonë? I thash do jetë shumë e thjeshtë sepse do merrni raportin e 2021-shit, datën 2023-shit, merrni copy-paste, zëvendësoni datën e zgjedhjeve dhe t'jeni të bindur që do gjeni të njëjtat shkelje. Dhe kjo që po shohim ne është eksaktësisht kjo gjë. Pra, nganjëherë po themi puna e ndërkombëtarëve që është edhe në rolin e vëzhguesit është shumë e rëndësishme, po nuk si edhe asnjë ndryshim në terma praktik nëse nuk ka, po themi një dëshirë dhe një vullnet për ta ndryshuar gjën. Po themi një fjali të fundit dhe ndoshta... Po, do ta mbyllim. Unë mendoj që SPAK-u, nëse do të dëshmoj vullnet real për të hetuar krimet zgjedhore, mjafton që të arrestoj ata persona për cilët kanë nxjerrë urdhra arresti të grupeve kriminale që sot janë duke bërë fushat në Shkodër, në Lezhë, në Durrës. Janë aktive grupet kriminale për ju? Këta që janë kërkim, ka urdhër arresti SPAK-u. Ja ka komunikuar policisë, bile se kanë qërë... Dhe këta janë në terren, po punojnë? Janë në terren, janë publikisht. Po pse si bërë ju foto, video për ti të nëtë? Në Shkodër, në Lezhë, në Elbasan, në Durrës, në Fier dhe në Vlorë. Jo të persone, pra ajo është në terren? Është terren, po, bën fushat me përfaqësuesit më të lartë qeverisë. Bile s'ka njëre shoqërojnë dhe eskortat e policisë. I ke këta që janë shpallur në kërkim që thonë, nga këta që shpallëm kërkim, ne kapëm vetëm 2. U shpallën 20 në kërkim, po ne kemi kapur vetëm 2. Këta i ke, po themi sot i ke në terren, bëjnë fushat, nga njërë bile shoqërojnë dhe me eskorta policie. Të paktën këta... Keni ju këtë, keni fakte në lidhje me këtë gjë? Kemi emra dhe kemi informuar, po drejt tani nuk kemi parë veprime reale. Jemi duke pritur që të ketë veprime konkrete. Paktën këta që i ka shpallur vetë SPAK-u në kërkim, t'i arrestoj. Se i ka sot duke bërë fushat, i kene për shtabe elektorale të Partisë Socialiste. Marash Luku, falemderit. Po, fundi vetëm unë. Dëgjova dhe zoti ka zgjedhje Marashin, dhe janë dhe përfaqësues politik dhe kanë bërë çështje në fakt, ose përfaqësues politik, kanë bërë çështje pak gizes. Çfarë ndodh tani? Ne bëjmë analizë të zgjedhjeve 2021-shit, 2023-shit, e ku diun në parë, dhe analizojmë shkelet. Ne kemi që në 2018, ne vazhdojmë akoma analizojmë që ishin me prova, jo prova të tilla të Marashit, me prova procedurale. Përgjimet, po. Me ishin procedurale, do të marrë nga... Pra, dhe nuk u vepruan aty. Kush e ka përgjegjësinë? Ne dakord ja lëm përgjegjësinë SPAK-ut. Tani vazhdon përsëri pushteti ekzekutiv, qeveria, se pushteti ekzekutiv, vazhdon ka detyrime për të temi institucionet kushtetuese, por në fundit territorin e mbulon qeveria, se qeveria ka administratë në gjithë territorin. Se kushtetuese kanë, KQZ-ja ka të administratë që ka, SPAK-u ka të pak administratë që ka, por përgjithshme përsëri kanë punët e veta, dhe po aman fokusohen ai sa u takon në punët e tyre. Nuk interesohet kush në thelb. Pse nuk bën zgjedhje në Shqipëri? Dhe kjo gjë, se ne vazhdojmë dhe qeveria me drejt, thotë unë ne bëm. Ja organizuan zgjedhje në Shqipëri shumë mira, thotë del qeveria. Më të mira që kemi për ndonjëherë. Por kush e ka përgjegjësinë? Ndoshta gaboj pak SPAK-u, edhe KQZ-ja, po edhe përgjithësisht nga pak, po ne bëm zgjedhje shumë të mira. Por në fundit, prandaj thash, se nuk e thash se unë e di gjendjen shumë mirë, se unë jetoj këtu dhe di më mirë ndoshta se jetojmë mirë. Por ne, duke mos e ndarë përgjegjësinë kushtetuese dhe institucionale,
Ky është gabimi i madh. Bëjmë një lëmsh. Bëjmë një lëmë kështu që ne njerëz orientohen te SPAK-u vazhdon akoma të prokurori përgjithshëm. Është përgjegjësia e qeverisë. Është përgjegjësia e qeverisë. Edhe rasti që thatë ju, SPAK-u kanë nxjerrur ndalimin. Ai që ka qesë lekë që shkon duhet të futet në burg. Pra përgjegjësia e qeverisë aty duhet të futet. Me lekë mykura. Edhe debati politik. Dhe nëse ne zhvendosim debati politik te SPAK-u, pra nga debati juridik, është rënë debat politik, thjesht qeveria, pushteti ekzekutiv, që bën vazhdo punën vet. SPAK-u s'bëj gjë që se un kam mendim tjetër. Ti ke mendimin ashtu. Për komentuar punën e SPAK-ut. Jo sa për ta ditë. Për komentuar punën e qeverisë. SPAK-u pse krijoi qeveria SPAK-u? Se SPAK-u krijoi nga qeveri që është. E di këtë ti? Kush e krijoi SPAK-u? Po reformë kush e bëri? Ti thua SPAK-u, ti thua s'ke besim te polici, që mund të ke besim te SPAK-u, SPAK-u kush e krijoi? Jo, nuk thash unë, po them cila është Po pra, edhe një herë kush e krijoi? Pra, i ndajmë dy gjëra. Atëherë më mirë, kjo është puna e institucionet të bëjnë detyrën e tyre dhe më mirë institucionet të mbajnë përgjegjësinë. Nuk besoj që Edi Rama, unë nuk do ndoj kërkoj ndonjëherë Edi Ramës të tetoj qeverinë e tij, se nuk e pres që të ndodhë kjo gjë. Ose ti them Edi Ramës tani, kujdesu ti që ti vetë dhe ministrat e tu të mos kryeni krime zgjedhore. Kjo tani është pretendosh, po themi që ku diun, po them kriminali vetë diesohet, mos bëjë më. Nëse unë tash këshill politike s'ka bërë se kam iden, po ka edhe këshill politike te kjo. Nëse del në çështje politike do të mbrohesh politikisht pastaj. Besnik Muçi, faleminderit shumë që ishe mbrëmjen e sotme në Kuovadis. Altin Kazia, faleminderit shumë. Arash Plogu, faleminderit shumë. Ervin Karanxha, faleminderit shumë. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Bashkë do takojmë i 8 në orën 21. Natë e mirë.